Pas daljes së papritur nga shtëpia më e famshme në Shqipëri e Xhibanit, pasi kishte një emergjencë familjare, Danja ka folur me Jozin për të dhe largimin e tij nga shtëpia. Ditët e fundit, Danja ka pasur debate të ashpra dhe të njëpasnjëshme me Xhibanin, ku ky i fundit i ka ofenduar shumë rënd. Ajo ka deklaruar ditën e djeshme se nuk e fal Xhibanin, pasi askush nuk e ka ofenduar në atë mënyrë dhe në atë grad që sipas saj Xhibani ka bërë. I thash, inshallah bëhet më mirë babai dhe kaq. Për ta falur nuk e fal Xhibanin. O për lojo, ku di unë disa gjëra nuk thuhen. Le të më gjykoj gjithë dynjaja, le të më thonë shtrig, kur nuk më ka ofenduar njëri në atë grad, edhe pa i bërë asgjë. Nervat e atij do i haj kjo detektivja e shtëpisë. Pra, Gerta, u bëma atë që të hante ndonjë copë tort, theksoi Danja, duke deklaruar kështu se ka prishur dhe marrëdhëniet me Gerta Kixharin. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se para disa ditësh, partneri i Danjas deklaroi se po i usoste durimi nga sjelljet e Xhibanit.